Ne jemi narkoshtet dhe po lindim fëmijë për t'i bërë ushtar të krimit. Parat e pista po zhdukin shtresën e mesme si askund në Europë. Ambasada e SBA-s ka një vit që i përmend qeverisë kartelet e drogës. E vërteta është që ato janë rreziku më i madh për shqiptarët sot, jo vetëm për shqiptarët, por për rajonin dhe me gjërë. Dhe ju garantoj që ato janë rrezik për Europën dhe rrezik do jenë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Renis Haçkaj, në Shqipëri Edi Rama bën një mit të zezat, kurse kur del në Europë, hap ekspozita, investohet me ambasador e hiqet si artist, të cilët i ka rënë bara e transformimit të Shqipërisë. Pra, ai shfaqet ndryshe jashtë vendit e ndryshe brenda vendit. Nga sa mund të konstatoni ju, a e kuptojnë politikanët e huaj dyftyrsinë e Ramës dhe realitetin e kundërt me atë që ka? Në tërësi po shkon drejt realizimit se të përfaqëson Edi Rama. Dhe do ta kuptojnë gjithnjë më shumë. Natyrisht, mos harro se është transaksional. Ky është një njeri që është i aftë të shesë gjithçka për lëkurën e tij. Dhe diku ecën, por në tërësi nuk ecën, nuk do eci. Alba Demneri. Zoti Berisha, Tirana është kthyer në kryeqytetin e mashtrimeve me call center. A keni një koment për faktin se ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian nuk flasin për këtë çështje? Alba, ke kapur një çështje jashtëzakonisht rëndësishme. Tirana është kthyer në kryeqytetin e vjedhjeve shtetërore të qytetarëve evropian. Tirana është sot qyteti që vjedh ditë e natë me mbi 200 call centra, pensionistë dhe qytetarë kryesisht të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe të gjitha këto janë absolutisht në mbrojtje shtetërore. Shefat e policisë kanë rrogat 5-20.000 euro në muaj nga grupet e call centrave. Peshkaqeni i madh i call centrave Olsi Rama është padrinoja i tyre. Emrat të çojnë, fitimet me vjedhje, vjedhjet në këto call centra shkojnë në gjendje 30 milion muaj për call center. Dhe autoritetet shqiptare në mënyrë absolute nuk kapin asnjë, po qëse